Kam pas dashje jashtë mase, tani e mori një vendim, thot nuk të dua më dhe nuk kam ngrëfsi familjare, tani e shikoj veten shumë të vetmuar, rri më në dhomë, kur shit me lot një ditë gjithë natën. Dhe duve që shpirt atje, me rritin që kam botë të duash në krahë tani. Nuk shkel motot atje, nuk shkel motot atje. Nuk e di. Kalamaj nuk duhet, je babu dall, je kështu. Edlir, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Çfarë ka ndodhur, sepse këm ngule që të flisnim sot të dy së bashku dhe më the jam shumë keq. Unë kam jetuar në Gjermani, kam marrë para një vitit, kam marrë për një djalë në Berati. Po? Mos gaboj për një njëri të humbur edhe kam kërkuar ndihmë dhe kam jetuar ne për 6 vjet rreth. Dhe nuk ishte mundur që t'i merre kalamoj fëmijët atje. Edhe në rikthehem, mas kaq kohë rikthehem në Shqipëri, do kthehem se si jam mirë, vujt nga pjesa e veshit, kam një tinnitus, zhurmë, kam një aparat dhe do kthehem. Edhe familja nuk ka punuar për 20 vjetësh, nuk ka pasjen punë fare, nuk kam pas lonë, nuk kështu, kam pas dashje jashtë mase, tani e mori një vendim, thot nuk të dua më dhe nuk ma pas të vetëm kalamoj i ka bu për vete. Kam shumë emocion, kam shumë... Nuk kam ngrëfsi familjare, tani e shikoj veten shumë të vetmuar, rri më në dhomë, këtu tani punoj në një lavazh, këtu te një vllak, këtu marr 10.000 lekë dhe nuk kish mësuar kështu mbrapa kjo fatkeqësi tani edhe po kaloj shumë momente të vështira. I dashur Edlir, ti po më tregon që të ka lënë gruaja. Po. Ti aktualisht je në Gjermani? Unë tani jam në Shqipëri, në shtëpinë time. Kam një shtëpi të vogël normale, jo shumë, nuk kam dhe gjendje ekonomike, kam 3 kalamaj. Kam punuar për 20 vjetësh, kam punuar vetë, nuk se s'ka punuar asë gjithë ditë, që në momente që jemi martuar, nuk ka pas punuar asë gjithë ditë. Por me çfarë preteksti ju la? Thjesht kemi pas konflikte çështje lekësh e jo ditë, asgjë më shumë. Mi mund duke jetuar atë nuk e dia sa qysh tek. Ndoshta dhe si ve faj shumë 3 kalamoja, kupton, po më dukri shumë lekë, 600 euro i bia ne. Vuja shpirtërisht ne vetëm, kam vujtur shumë jashtë mase. I dashur Edlir, sa kohë u bë që ajo të ka lënë gruaja? Ka 6 muaj. Ajo ka gjetur një punë tani vetë. Unë jam në Belçi. Ti aktualisht po flet nga Belçi. Po, jam në Belësh, jam rikthyer pra pas kaq vija për shembull me ditët që më jepshin ata në pushim. Edhe vendosa tash në gruan do kthehem, ndoshta se mi vetëm mirë në këtë, normal vetëm kaq kohë bie depresion, edhe 2-3 herë kam vojtë në spital dhe kam një aparat që kam për veshin se nuk gjoj mirë, është ma vendosën ata. Dje që është me letra gjermane. Edhe ajo nuk më beson dhe që unë kam vujtur në këti dhe doja thjesht ta merre në telefon, nuk është mirë të bësh ndarje, se ajo nuk ka kërkuar, nuk ka bërë gjyq deri tash. Por ajo është larguar nga shtëpia jote me fëmijët. Po, fëmijët i kalon ke nona, vetë ka ikur punon në një vend në Cerrik, mas në një restoran tani. Por fëmijët nuk kam kontakt dhe fare tani me gruan, ma ka bo blog, nuk është e mirë e teta, pse ti kam rritur e teta, kam shikoj fotografi të gjaj, ushtë me lot një ditë gjithë natën. Po mirë. Kalamoj nuk duhet, je babu dall, je kështu. Por fëmijët nuk i ke takuar këto 6 muaj? I kam takuar në herë të radhë, po më urren e dita, nuk e di, nuk ka nevojë po më urren tani. Qa moshe kanë fëmijët? Masi erdhën 2 ditë që erdhën këtu. Po? 6 muaj ka marrë në behar, mos gaboj, nuk i maj me datën saktësisht. Edhe çunin e kam 16 vjeç, goca 14, njëro 13, se nuk po më duk goca se çuni ka ikur, e çov në Itali ajo, i dhash firmën e çov në Itali. Por fëmijët pse nuk të duan? Domethënë pse kanë këtë lloj sjellje me ty?
Nuk e di deta, nuk e di për shpirtin, nuk e di deta, po habitë do të jem budall, je kështu, je ashtu. I dashur Edlir, mua më vjen shumë keq për këtë situatë të cilën ndodhesh. Je duke lotuar. Edlir, të lutem, do më shikosh pak në sy? Jo prekur shumë, jo prekur shumë. Edlir, më shiko pak në sy dhe dua të flas me ty dhe patjetër që do bëj të pamundur për të ndihmuar. Dua të them vetëm diçka, i dashur Edlir. Nuk je as i pari, as i fundit baba që fatkeqësisht nuk ka kontakte me fëmijët. Mua më vjen keq për situatën në të cilën ti ndodhesh, por ti nuk duhet të dorëzohesh dhe nuk duhet të shkosh në një gjendje që të rëndosh kaq shumë anën tënde të shëndetit mendor, sa nuk je në gjendje pasaj të përballosh asnjë lloj gjëje. Është shumë e rëndësishme. Kam arritur që edhe rrobat e mia nuk po laj më për 6 vjetësh kam qenë shumë punëtor, shumë i punëtor. I dashur Edlir, nuk është fundi botës. Mendo pak ndryshe. Ti fëmijët i ke shëndoshë mirë, nuk u ka ndodhur diçka e keqe që të buash kaq shumë. Unë jam i sigurt që do vi një ditë që ata do bëjnë pishmën për veprimet që kanë bërë ndaj teje. Por aman, ti thriti pak mendjes. Deta ka punuar 20 vjet atë, pse duhet më thoni je budall je kështu. Absolutisht është e rëndë. Unë e kuptoj që ti e përjeton të gjithë këtë situatë, që fëmija që ke sjellë një jetë, ke rritur me shumë sakrifica, ke punuar një jetë të tërë në emigracion, të sillet kështu, unë e kuptoj që është e rëndë, por kjo nuk do të thotë që ti të dorëzohesh. Ti bësh keq shëndetit tënd, trupit tënd, vetes tënde. Këtë gjë nuk du ta lejosh. Edlir, desha të pyesja, nëna, babai, motrat, vëllezërit ku të jetojnë? Në Belgj? Po këtu afër kam jo deta, po nuk më jepet as me njërin të bëj mohabet, kuptoj se ne jemi zonë e vogël edhe nusën po na bel që e kam, kuptoj jemi zonë e vogël dhe njihemi. Po mirë më mirë, o Edlir, mos e vri mendjen çfarë thot bota, more. Mos e vrit mendjen nga paragjykimet e botës, se nuk jeton për botën ti jeton për veten tënde dhe familjen tënde. Por në këto momente të vështira në të cilën ti ndodhesh, ke nevojë për nënën, për babain, për motrat, për vëllezërit. Ata mos i braktis. Një vllaj që kam ai është në punë, unë punoj në një lavar tani aty marr 10.000 lekë. Kupton se s'kam çfarë më bëj, s'kam çfarë të bëj. Po jo, shumë mirë. Nuk isha mësuar kryet punoja me 10.000 lekë. Kam 6 vjet që jetoja ne dhe nuk e 2 ditë para se të vija unë nuza që marr rrobat e veta, kalapoj dhe kishte ikur. I dashur Edlir, më lejon ditën e sotme të pyes sa vite martesë ke, sa akoma nuk je ndar me letras. 20 vjetë, nuk e kam lodhë për kohë fëmijëve, nuk e kam lodhë punoj një ditë. 20 vjetë e bëj foto, 1 sekond. Po, por mos e thuaj me krenari këtë gjë që se kam lënë të punoj. Këto janë histori shqiptarësh. Kjo është familja jote. Po. Qetësohu pak, të lutem. Nuk dua që të qash kështu gjatë gjithë kohës. Atëta kam 6 muaj që qaj atëta, nuk më beson njëria, me ti të që shumë qaj vetëm për shpive atëta, nuk më beson. Jo, unë të besoj për dhimbjen të cilën ti përjeton, por të lutem, tregohu pak i fort dhe gjithmonë ka një zgjidhje. Kështu që ndonjëherë të mira apo të këqija, ca gjëra duhet i pranojmë në jetë. Por ti më the ke 20 vite martesë. Po. Si e njohur me nënën e 3 fëmijëve të tu? Jemi dashuruar atëta, jemi marrë dashuri, biles. Ajo është më e vogël si unë dhe në shkollë, nuk është që kam shkollë, po gjykoj çik më shumë me atëta. Sa vite? 24, ajo mund të jetë 34 tani. Keni 10 vite diferencë. Nuk ka shumë shkollë, nuk ka shumë horizont, nuk ka shumë kështu, kupton, duhet që shpirt atëta, më rriti që kam botë të duash në krau tani, para se të vija këtu. I vazhdoni të dashuroni. Deta, nuk e di atëta, shikoj fotot, tu e kam veni në gjithë fotot familje, nuk kam lëvizur asgjë.
I dashur Edlir, ti ke qenë 24 vjeç kur u dashurove me të dhe vendose të martoheshe. Si ka qenë jeta jote me zonjën në fjalë? Unë kam pasur shumë, do të drejtën shumë marrëdhënie të mira me donte, me lante këpucës kur dilja, shkoja në punë, dita nga majtë rove, një madhe të qame. Shkaku është bërë pa të punuar ke vllai, se ne kemi një restorant këtu dhe ka pas punuar duke vllai. Po. Ne shqiptarët e kemi çik të xhelozie, kupton? Por kur nisën le të themi konflikte, se ju që keni marrë me dashuri, ti e ke dashur, vazhdon ta duash, më tregove që edhe ajo të ka dashur. Çfarë ndodhi? Si nisën konfliktet e para mes teje dhe asaj? Gjeta thjesht unë faktikisht e kam sharë, të ne pranoj e kam sharë faktikisht, por jo këtu. Nuk kemi zonë këtu, s'kam jetuar këtu, në telefon, jemi zonë telefon, asnjë gjë. Por të bëj një pyetje, i dashur Edlir? Po. Pse ike në emigracion? Pse u largove drejt Gjermanisë kur ti kishe një restorant në Belsh dhe mund të punoje aty? O dita, kjo që shkaku, që më shtyti, tha shko, burën e këti për të mirën e fëmijëve, më ka thonë kurajo, bilis mjetë edhe kurajo, kur isha atje. Në i të kurajo, burë të ndanë fëmijë, du më këshu, i me ka pronë, mi qende që nuk lajtët robat e mija, mirë për të punuar, robat e mija. E mendon që largesa jote nga familja, emigracioni mund jetë shkaku i ftojes së dashurisë nga ana e saj? Po, të da me thoi shumë era, po me thoi të s'kemi që s'ka që tanë fëmijët këtu, nuk ka që tanë fëmijët këtu. E ka me thoi shumë era që kjo ka qenë shkaku që nuk është që u rria ne, për shumë 20 vjetë në 6 muaj. Por, kur ti ishe në emigracion, punoje në Gjermani, i dërgoje para gruas, sepse donte të ardhura shtëpia, normalisht të ushqeshi fëmijët. Normal pagun të drita ujë që janë gjora mamë të fëmijët, se nuk janë nuk u lajt në maj 3 kalamoj. Ku erdha këtu, unë i pash gjora se unë jetoja ne, se kur jetoja të ne, janë i qikë shmime ndryshë. Ku erdha këtu, pa e shikoj vetën i për 6 muesh, nuk ka pas faj për çështjen e lekëve e mizon asgjë më shumë, vetëm për lekët. Por pse? Ti i dërgoje para dhe i kërkoje llogari që ku i harxhonte ato para? Po normal atje në zonën e Belgjit 500.000 lekë, ose 400.000 euro janë shumë lekë, kupton, një familje jeton tamam, se unë shtëpiat i kam të mia, nuk i kam të mira, po i kam normal shtëpiat. Domethënë unë e njoh jetën e luksit, po njoh edhe fukarallikun, e kupton, në një lavazh kam punuar këtu dhe jam rritur në lavazh. Më trego si nisi konflikti mes teje dhe gruas që ajo vendosi të ikte, të braktiste ty. Thjesht unë e kam sharë o dita, asë gjë më shumë, thjesht vetëm ka që në konflikt telefona kam sharë, të e pranoj edhe... Por nga... Po? Dje kam vajtë kam për të takuar në një vend në Cerrik, sa ty punon, në një vend nuk e tja ke ide në Cerrik apo jo? Po, e njoh atë zonë, shumë mirë, po? Edhe më thash të largohu, ikë dhe vrash të polici, nuk më merte me që nusja pa bonde këtë punë kështu. I dashur Edlir, por pse u ofendove dhe pse e shave nusën në telefon? Gabimet e e bërë pishmur, nuk e kam pas shëjisë të tjetë, nuk kam pas e të lojtera. A i kërkove falje për atë që ndodhi? Dhe i kam shkrytur me mira herë, më kam për blog, i kam thënë të lutëm për gjëroam, lutëm, që nuk i kam shkrytur. Para sa kohësh nisën këto konflikte? Para 6 muaj. Para 6 muajve, le të themi, filluan konfliktet e para mes teje dhe asaj. Konfliktet të cilat quan në ndarjen tuaj. Para 5-6 muajsh, që sa erdha unë në ne. Ishte ajo që ja komunikoi që po largohem, apo kur ju erdhët e gjetët shtëpin bosh? O deta, unë në Kalamajt i lajme roba në faktikisht, po vi babi. Jam dhe akoma robat aty, Kalamajt thështë dhe ja bëj surpriz babi. Dhe ja bëj surpriz babi, dhe shtu pisa roba, janë qantët me roba në dhomën e fëmijëve.
Asa nuk i tregova i gjë që ajo që do vija unë, nuk i thash gjë. Por pse nuk e njoftove gruan që do vije dhe ti? Herë të tjera unë e kam njoftuar faktikisht. Atëherë nuk e njoftova, e dija që ajo do ikte në Itali. Kishte prej biletën për shkuar tek e motra. Po. Edhe 2 ditë përpara sa të vjen erdha 3 ditë rrugë me autobus nga Gjermania. Këtë i dash për me rëndësishme herë se unë pa të asajuar që të vjen familje, të gjësoja gjërat, dhe të largoja prapë, isha me letra, prisha letra, vetëm për shpirt familjes, prisha dokumenta. Ti me tani po kaloj depresion, dua që ti prapë s'kam çfarë bëj këtu. Dhe çfarë ndodhi? Ti erdhe dhe ajo iku në Itali. Erdha unë 2 ditë ajo rrinte ke babai. Por ti kur mbërrite në Shqipëri, nuk e takove, nuk fole me gruan tënde? Po nuk mi të dorë, i shkova babait ke shtëpia, i thash lutem kam bëj një gabim. 5 herë kam bëjt, boni çfarë doni, rregulloni gjërat, çfarë doni, janë një familje shumë normal, familje e rregull, një familje, ç'ta them, fshat, jemi fshatar. E qartë, po pak rëndësi ka, fshat apo qytet. Për mua nuk ka diferencë. Një njeri që është qytetar në mendje kudo që jetojë është qytetar. Por e takove gruan tënde kur erdhe nga Gjermania, a fole ti me atë? Kam vojtur tek shtëpia 2 ditë para se do ikte. Po. Nuk më dha dorë, nuk përqafuvi, nuk fare asgjë, fëmijët më hodhën qafë, masalaj erdhin pas 6 muaj, çdo ditë fëmijët po uftofshin, kalamojt s'po vinë se jemi afër fare, 1 kilometër kam shtëpina vjedhoj. Por çfarë të tha në takimin e parë gruaja kur ti erdhe nga Gjermania? Ik largo, nuk du mo, t'vjekë ty mo, nuk shkel mo këshpje jote, nuk bëj mo këshpje jote. Shkaku ishte se ajo ishte ofenduar dhe lënduar nga të sharat që ti... Po, vetëm nga kjo. Vetëm nga kjo. Por fëmijët si reaguan? Çfarë të thanë? Se ata janë të rritur në moshë dhe besoj logjikojnë dhe e kuptojnë situatën. Nuk janë të vegjël. Fëmijët tani majnë ajo normal që majnë ajo, thonë që ke shan telefon, bilës unë i kam thonë dhe quni, i thash më falë dhe quni, do të ta bje me mesazh foto dhe quni, i ka thonë që shko ke babi kërko falje. Nuk shkel motot atje, nuk e di. Dhe kështu ti shtëpinë e gjete bosh kur u ktheve nga Gjermania. Dita, si njërështë dita kam përjetuar të merri më të madh nga gushtje deri tani. Unë shikoj situatën tënde të lirë, prandaj po të them që të lutem gjej forcat për ta përballuar këtë situatë, sepse okej, ti e mendon që është fundi botës për ty kjo gjë, se humbe familjen. Mua po unë nuk mund të krijoj të familje tani mua me këtë gjë që nuk më punë të llojë mua. Por unë jam e sigurt që ti po të qetësohesh dhe po të jesh i kthjellë, do mendosh ndryshe. Nuk do mendosh siç po mendon tani në këto momente që flet me mua. I dashur e të lirë, pak më parë më thej që konflikti erdhi për shkak të një restoranti që kemi patur për punë lekësh. Në faktikisht kjo është shamja. Mua këtë me frynë vllai, apo kupton unë në Gjermani. Kështu nuse jote nuk punon, nuk bën. Por tani që të ma shpjegosh dhe ta kuptoj qartë këtë situatën e restorantit. Ju keni një restorant në Belsh. Po nuk është i imi, është i vllait. Dhe nusja juaj punonte tek restoranti vllait tuaj, tek unati i saj. Po, unë aty kam punuar. Po, aty kam pas punuar kuzhinier jam. Tani nuk po bëj bukë më për vetëm, po kuzhinieri na rroba tani. Por çfarë ndodhi? Vllai ty të tha që nusja nuk punon dhe ti u mërzite dhe vajte e morë nusën në telefon dhe e shave kur ishe në Gjermani? O deta në faktikisht nuk e di si. Nusja jote merret kështu, nusja jote delen në qendra për lekët, për kështu me frikë faktikisht, vllai.
Pa e faktuar dhe unë nxitova thëmë pak, nuk e anë telefoni që e këtonë këtë. Më e ka birë më të madhë në jetë. Tani po e ndjej shumë mungesën e gruas, familjes Kalamojve dhe asë nuk e kisha quar në era dita nërmen këtë i gjohë, që të ma bon të këtë këshu. Një loj, jo mirë pritje, ku thëtë po më uren jashtë mazi, më thotë që shkoj të bëjt dhe nësi polisi dhe të largohen atë. Unë e kuptoj dashur e lirë që llafe që të ka thënë vlla juaj të kanë mërzitur, të kanë lënduar dhe ti pa e menduar mirë, apo dy herë si shtemi ne, me njerë ke telefonuar gruan dhe kjo ofenduar, besoj. Bravo. Një gabim që ke bërë, edhe pse i ke kërkuar falje, ajo të ka refuzuar dhe ka vendosur të largohet nga shtëpia juaj dhe fatkeqësisht ti sot ke ngelur i vetëm. Dhe mua më vjen keq mbi të gjitha që edhe fëmijët e tu në një farë mënyrë të kanë mohuar dhe nuk duan që të flasin me ty. Dita, po e marrë nuk kështu e flas, qa dore budal, qa dore i kishtë roke pesa, i ke boti, i ke bo këtu. Kjo është e rëndë. Nëse fëmijët kanë këtë lloj sjellje me babain e tyre që ka sakrifikuar, ka punuar dhe çfarëdo lloj problemi që ti mund të kesh me nënën e tyre, jeni ju të dy që e zgjidhni, fëmijët duhet të jenë mënjan, siç ka nënën ka dhe babain, por mua më vjen keq edhe për ishnusën tuaj, e cila në situatë të tillë që i ka dhënë fund kësaj martese, ajo vendos vetë nëse do të jetoj me ty ose ka humbur dashuria tek ajo dhe nuk të do më, ajo do vazhdoj jetën e saj, ti jetën tënde, por aman fëmijët i keni sjellë të dy në jetë dhe ajo ka një rol shumë të rëndësishëm në edukimin atyre fëmijëve për shkak se ata fëmijë jetojnë me nënën sot. O deta ata nuk jetojnë fare me nonën e me deta, pa kanë dalë Kalamojt jashtë kontrollit tani, më kupton ç'a kërkojnë unë në shpirtin im. Kanë dalë fëmijët, dy gozat kanë dalë jashtë kontrollit. Sa vjeç janë vajzat dhe njërë të lutem? 2 vajza dhe 1 djalë. Po, vajza sa vjeç janë? 14, njëra 13. Ndërsa djali më the është në Itali. Djalin e çovi nusja para gushtit e çovi në Itali. Me dëshirën e përbashkët, firmën përbashkët. E qartë, djali punon andej? Jo, dita është i vogël, djali në shkollë është futur djali, pas djali, edhe djali ka filluar i vjen në zori, ka thonë ai mami ktheu rri shtëpia, ktheu dhe mos valini babin e shumë, mos e voni babin e shumë. Është shumë që preket, në gjatë mua jam shumë njëri që preket dhe jam njëri që pritë shumë stres, shumë angth. E kuptoj qartë, po e shikoj me sytë e mi e lirë. Por me djalin të paktën i ke kontaktet e mira. Jo, deta, jo, thjesht e marrës më hap telefonin atë deta. Unë kam nevoja si që flas me ty tani, unë jam liruar komplet. Lirom, ja si që do rrit gjuar tani, që jam liruar komplet, kam 6 muaj që s'flas fare me njëri. Po ky është një gabim i madh që bën. Duhet të flasësh, ke nënën, ke babain. Kam vënë gjë ke një psikologe këtu. Po nuk ja kam thonë çështjen e familjes, thjesht kështu do jetoja, ne nuk ja kam treguar çështjen e familjes. Faktikisht i dashur e tjerë, nëse ke shkuar një psikologe dhe do kërkosh ndihmë, tregoja gjithë problemin dhe psikologja do të ndihmojë. Është shumë e rëndësishme të marrësh ndihmën, këshillimin psikologjik, sepse të ndihmon dhe ty nga ana e ankthit, e stresit, depresionit që ke. Është e rëndësishme shumë e gjithë kjo situatë. I dashur e lirë, por me njerëzit e nuses, me motrat, vlezër, çfarë ka ajo, a ke folur me ta? Kam folur, ata kanë qenë dakord deri para shumë ditësh për të rikthyer këtu. Në vllajin i ka folur dhe i vllai nuk shkel mua atje. Tani Kalamojt rrin ke gjyshi, nuse ka marrë një shtëpi në Cerrik, jeton atje tani. Por pse është ndarë nga fëmijët ajo? Pse si ka marrë dhe fëmijët në Cerrik? Po deta ka shumë të vërtetë, deta fëmijët nuk duan se kanë shoqërinë, kanë të mbelur gjithë, deta është shumë e vërtetë dhe për Kalamojt, deta nuk e di ç'do vjalli, nuk e di. Por ajo në Cerrik ka vajtur dhe jeton e vetme.
Normal që e vetë në... Titoni me... Unë nuk di gjo, mëse për nej tjetër nuk di gjo, sepse po ta dje do thua që do kjetë tjetër, ose... Nuk e di. Kam shkuar dje për të takuar, rastësisht të teta, në një lokal unë po pija kafe, po merte 2 byrek aty, shkova e thrita, mu ishtë nga këtu, mu largona këtu, edhe këtë nuk e di tani. Pra ajo nuk pranon të takoj dhe të flasi me ty. Jo, thjesht i kërkova të ndalo, lutëm, flit, ku është problemi, më thuj, ta kam kërkuar falje disa herë. Jo, i largona këtu nuk pranon të fliste, nuk e di, do me thonë që njeriu, e as po flasu me ty. Këtu është problemi, unë kam i tjetër, ose qikoj, nuk e di, kështë mund të me të thonë, e kuptëm? Pra, ti prej saj kërkon që ajo të japi një arsye pse të ndau, pse iku. Po du një arsye dhe una shkaku, këtë të thash po ta pranoj që una jam gabim, kam kërkuar disa herë falje në sytë babajt, as vetë kam qa, jam prekur shumë, sytë kalamojve. I dashur e lirë. Goca me thonë që ti e budall, i kishtë rogë, pesa më thonë në telefon. Kjo është e rëndë, më vjen keq. Nuk pi as alkohol, as vetëm cigare, kam qenë shumë putorë atëta, shumë putorë. Lëvëritë që kam marrë nga Gjermania, nga kuzhina, kam filluar punë lavash. Imagjinoje ku kam arritur. Po jo, për atë mos e mendosh sikur është ndonjë gjë e keqe, se puna është nder. Pavarësisht se, okay, ke punuar në kuzhinë, ke përfunduar lavazh, mos e mendo kështu i dashur e lirë. Në jetë, në shumë situata të ndryshme, ndodhemi në vështirësi, mund të bëjmë dhe punë të vështira dhe punë jashtë profesionit ton, por puna është nder. Kështu që mos e merr sikur çfarë ka ndodhur, pse punon lavazh. Tani, se s'ka asgjë të keqe. Odeta tani i keq kuptojnë gjëra të gjitha tani Odeta. Kupton, mua më duken njerëzit të gjithë zez tani, kupton, se s'kam familje. Po sepse është këtu. Rrugëm rishtrim mbyllur, ja kam. Është këtu tek këtu. Është këtu tek truri jote, e gjithë kjo gjë që i shikon bardhë dhe zi, të gjitha gjëra dhe të shkthyer jeta e gjitha e zez, por nuk është ashtu i dashur e lirë, se mënyra se si ti i përjeton gjërat, mënyrat me cilën ti po dëmton shëndetin tënd, sidomos atë mendor, dhe situata jote e vështirë, kur paraqitesh para gruas, fëmijëve, i bën ata që edhe të refuzojnë. Një grua që shikon një burr që sillet në këtë lloj forme, ajo është fatkeqësi. Çfarë do lloj gjëje që mund kesh ti, ankth, depresion, frikra, ajo thot më mirë larg këtij burri sa të rri me këtë burr. Prandaj po të them, ti duhet të mbledhësh një herë mendjen, të rriti një herë mendjes tënde. Po nuk që ti i qetë në trurin tënd, dhe po si vure ti disa pika mbi i, gjërat nuk rregullohen. Nuk janë me magji të rregullohen. Nuk rregullohen gjërat e lirë duke qarë, duke u lutur, duke u përgjëruar. Jo. Ti duhet i thrasësh mendjes, ta pranosh realitetin, nëse ajo ka vendosur të kërkojë divorcin, le të vazhdoj jetën e saj, ti duhet të sillesh si një burr i matur dhe disa gjëra po ta përsëris për herë të dytë, ti vendosësh pikat mbi i. Nuk është turp të pranosh divorcin. Ajo që është më e rëndësishme për ty, nuk e shikoj më të arsyeshme, çdo njeri flet kështu që po më flet tia, e kupton? E ka shumë të vështirë sepse nuk je mësuar kështu Odeta, nuk je mësuar me këtë lloj jetese kështu, nuk me priste, vjen në netën telefon, dar për dar, marrë punë. Unë e kuptoj që ti ke pasur një jetë të lumtur, e ke dashur atë grua, nënën e fëmijëve të tuaj, ke marrë me dashuri, keni 20 vite bashkë dhe nuk është e lehtë ndarja. Edhe vazhdoj, e dua Odeta, domethënë e dua me gjithë zemër, jo me llave, dua me zemër, me domethënë në stomak, si ta them, me që kam. Unë e kuptoj që ti vazhdoj. Disa ka marrë edhe në Odeta, ka marrë 16 vjeç Odeta në shtëpi. E kam rritur. Unë e kuptoj që nuk është e lehtë për ty. Por e kam marrë 15 vjeç, 16 vjeç e kam rrit shtëpi. Por ja që në jetë ka dhe ndarje i dashur e të lirë, dhe siç ka
dashuri ka dhe urrëtie. Unë uroj që ajo të mos ta ketë urrëtie ndaj teje. Ndoshta mund të jetë në një moment që edhe ajo mund të jetë lodhur nga ajo jetesë e vetme me fëmijët, ti në emigracion. Ndoshta do t'i japësh pak kohë dhe asaj të reflektoj. Odeta, Edhe unë si kuptoj që ka vujtur këtu se s'ka pas mbështetje fare, as në i lloj njeriu përveç meje, kuptoj ka vujtur, rive bashkoj që jo bashkoj me dia që ja ka vujtur vetëm këtu se mërfil në i vlla jo, punata jo, vetëm una. Po në qartë se ti ke qenë burri dhe normalisht ke qenë mbështetja më e madhe për atë, por duhet të mendosh që Edhe unë tani kam nevojë për mbështetjen e asaj, siç ajo ka pas për mua, unë kam nevojë për mbështetjen e asaj tani, duhet më mbështesë, asnjë gjë tjetër nuk kërkoj. Do iki të punoj të ushqej dy kocat, pa trimi i vet. Asgjë s'më du. të qartë e kuptoj. Ti kthehet në shtëpi, ngi kocat në shtëpi. Askush nuk do që të shkatërrohet familja, por unë po ta them, ta kam thënë disa herë dhe po ta them, nuk je as i pari, as i fundit mashkull që ndahesh dhe divorcohesh. Do njëherë jeta e të lirë na përplas aq keq, por ne nuk duhet të dorëzohemi. Duhet të logjikojmë, të mendojmë ftohtë, të veprojmë më të mirën, si për pjesën tjetër, që kam fjalën për fëmijët, edhe për veten tonë. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Nëse ti dorëzohesh, nëse ti Unë jam dakord me të që po mendon ti ose po fol ti. Unë më rri këtu tash kam rënë në një gjendje, në një lloj gjendje depresioni që nuk flas si do jetojnë këta fëmijë, sepse ajo jeton se rri. Tani, i dashur Edlir, është shumë e rëndësishme do të dëgjoj me vëmendje por ma dëgjoj këtë fjalë. Është shumë e rëndësishme që ti mos mbyllesh në shtëpi aty, por të dalësh, të komunikosh, të shkosh tek nëna, tek babai, tek vllai, tek motra. Ke nevojë për njerëz, po kalon disa ditë dhe muaj më sakt, shumë të vështirë në jetën tënde që ke nevojë për njerëz që të flasin, sepse mbyllja jote në shtëpi, shkon atje në punë, lavazh, mbaron punën dhe mbyllesh në shtëpi dhe ulesh në divan dhe vetëm qan, kjo nuk është fare e dobishme për ty. Nuk është zgjidhja kjo. Nuk zgjidhen gjëra duke qarë. Dhe nuk e pse humbet komunikimi. Nuk kam kurajo deta, prandaj nuk kam kurajo. Nuk kam kurajo. Pse të ka humbur kurajo? Për çfarë? Nuk kam, më them gjithë edhe rrobat e mia, po ta them shpirtërisht. Shpirtërisht, po ta them nuk kam larë rrobat e mia, i kam larë në përbet. I kam larë tani nuk mbjek të as gatuj për vete. Domethënë kam qenë kuzhinë, nuk ka as bukë si gjë. Mirë, është e mirëkuptueshme që nuk të bëjnë duart për asgjë në shtëpi. Në situatën në të cilën ndodhesh, është e mirëkuptueshme, por aman, kalon një ditë, kalon një javë, 2 javë, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, njeriu i thërret mendjes. Ç'a po bëj? Odeta, kam arritur që në gusht kam arritur që të pres dhe damare, në gusht. Po, kjo nuk është serioze. E gjitha kjo që po më thuaj, të lutem Edlir, je 44 vjeç, je baba i 3 fëmijëve, ke qenë në emigracion, e ke parë botën jashtë, më the di dhe jetën e luksit, di dhe jetën e të varfrit, e ke provuar të dyja ekstremet dhe nuk të lejohet fare ta mendosh këtë gjë. Sepse në fund të gjithçkaje ti do humbasësh. Fëmijët do rriten, do qajnë 1 ditë, 2, 3, 4, 1 vit, do vazhdojnë jetën e tyre, do krijojnë familjen e tyre. Ajo zonja do martohet, do shkojë jetën e saj. Ti humbet, i dashur Edlir. Ndaj thirri mendjes dhe mos e mendo më kurrë këtë gjë që sapo ma the. Sepse jeta është e bukur për të jetuar, edhe pse në jetë ka plot fatkeqësi, nuk je i pari, Edlir, që ndahesh nga gruaja. Plot burra, plot graja ndar, plot do ndahen. Siç ka bashkim ka dhe ndarje. Aman, njeriu nuk bën kështu siç bën ti. Vetëm qan, ulet aty në divan, mbyllet në shtëpi, nuk dua të flas me askënd, nuk flas me nënën, nuk flas me babain, nuk kam dëshirë për këtë, jo. Thërriti mendjes. Çfarë do bëj tani me jetën time, me të ardhmen time? Njeriu del, punon, flet me një shok, pi një kafe, të heqi mërzin se je i vetëm, jepi pak kohë fëmijëve të reflektojnë dhe ata, i ke adoleshente vajzat.
vajzat e tua janë adoleshente dhe ndoshta për shkak të moshës delikate bëjnë një sjellje jo fort të mirë ndaj babait të tyre. Ndërkohë jepi kohë edhe ish gruas, lëre edhe atë të reflektojë dhe ajo, ndoshta edhe ajo ndodhet po aq shumë e ngarkuar sa puna juaj. Edhe ajo ndoshta përjeton emocione si puna juaj. Ndoshta edhe ajo ka një mleth, një mërzi që nuk di se si të veproj me jetën e saj dhe ka vendosur kështu të largohet nga shtëpia jote, të marrë një shtëpi me qira dhe të vazhdoj të punoj. Jepi kohë dhe asaj të reflektoj. Sepse ti po më tregon që keni patur një dashuri të madhe me njëri tjetrin dhe një dashuri e madhe nuk zbehet për një telefonat që jeni zënë. O ditava, po ta them në shpirt vetëm kjo ka qenë, e kam sharë në telefon më sërë që vija nga kurbeti. Vija me atletat bardha, ngrish lande atletat, mullish lande pucët, ma ka që imagjinoje. Edlir, kam shkuar jashtë maze, për ne nuk duhet të umbas, nuk duhet ma mirë. Mos me pas i komës i krahë, si sot me pas të këshu. Po jo, edhe kjo lloj dashurie që ti ke ndaj asaj dhe bën këto lloj krahasime ma nuk më duket normale, sepse po nuk deshëm veten ton, Edlir, nuk duam askënd. Ne duhet të duam veten ton, të respektojmë veten ton, trupin ton dhe pastaj të dashurojmë të tjerët. Kështu që nuk dua ti dëgjoj këto fjalë dhe më premtoj që nuk do qash më, të lutem. Po dhe të sejrë që ma nëzirë qunin e më lidhë qunin e herë, sepse e lanë qunin 10 vjeç këtu. Vija në e përshon, kisha razë e 6 muaj, e 7 muaj, ishe po qunin maj gjatë se unë, oja teta, maj gjatë se unë, është po qunin 2 metrë, unë aqja, 1 metrë e 50. Ti me jetë ta kesh djalin dhe 2 vajzat, por unë e kuptoj qartë që sakrifica që ke bërë ti për familjen tënde, largimi jot drejt Gjermanisë, në emigracion për vite të tëra. Shiko çka ndodh në Gjermani. Me 1500 euro nuk mundi të riqë ato familje, se është familje e madhe, kam quar 3 herë shkollë për gjermanisht, nuk e mori asnjëherë gjumën. Se s'ka 4 klasë shkollë, ka nuk kupton, nuk e di sa më kupton, shpirtërisht, nuk ka shumë logjik, domethënë sa herë që flisja më përpara, domethënë nuk gjykon shumë, nuk si ta them gjë. E kuptoj. Ashtu e ndonë ashtu e flet. Ajo ka dashur që të bashkohesh me ju në Gjermani, pra të jetoni të gjithë në Gjermani. Ti nuk e pasur mundësi që ta marrësh familjen, ti bësh dokumenta. Dhe keni jetuar për shumë vite të ndarë, kuptoj këtë gjë. Me 1500 euro, 500 do i bie ktheu. 410 euro të paguja dhomën, i thon 900. Jo taksë që bajnë ata, jo cigarë, jo për thokë vetë, jo për të pi vetë, unë kam qenë një i fortë dhe teta, kam qenë shumë i fortë, biles veshi. Atje më shpit kjo, që më se më bënë zhurë, më bënë timitus, e kupton? E kuptoj. Edlir, unë e di shumë mirë që emigracioni nuk është fush me lule andej. E besoj këtë gjë. Nuk ka ndalë para të sheshit andej. Unë e kuptoj që edhe andej është djerë, smund, njerëz i sakrifikojnë, bëjnë nga 2 punë për të mbijetuar dhe e kuptoj këtë gjë. Sepse dhe unë kam njerëz nga familja ime që jetojnë në emigracion dhe e di shumë mirë se si jetojnë. Të kuptoj për këtë pjesë, por unë dua që ti të jesh i qetë. Më premtoj që do jesh i qetë, do japësh forca vetes. Unë do bëj të pamundurën që të të ndihmoj. Pas kësaj telefonate, unë dua që të më japësh numrin e ish gruas, më saktë gruas, sepse ti ende nuk e ndarë me letra, ajo nuk i është drejtuar gjykatës, as ti nuk je drejtuar gjykatës, nuk jeni të ndarë zyrtarisht, por fizikisht jeni të ndarë. Unë do ta bëj një telefonat me të, do flas si grua me gruan, gjithnjë me shpresën që familja juaj mos të shkatërrohet, por aman, më jep ti fjalën që do t'i japësh forca vetes, do jesh i qetë, do këshillohesh me një psikolog, ti tregosh të vërtetën dhe jam e sigurt që psikologu do të ndihmoj dhe të dalësh, mos të mbyllesh aty në shtëpi, të ulesh aty në atë divan dhe vetëm të qash. Nuk do zgjidhësh kurrë asgjë, Edlir, nëse vepron kështu.
Odeta, sinqerisht nuk e di Odeta, unë kërkoj Odeta në momenti që të po flasëm me ty sikur dhe nesër le të vikët me bjej familje, nuk dua si gjona jetë një me po, nuk dua si gjona. Unë e kuptoj qartë që ti nuk do ta humbasësh familjen, por dhe nëse ajo e ka vendosur që do ndahet me ty, ti duhet ta pranosh këtë gjë. Odeta, edhe ndoshta ka nevojë për një psikolog, e kupton, sepse edhe nuk është edhe mund të jetë. Patjetër, unë e thash, edhe ajo mund të jetë shumë e rënduar. Patjetër, dhe ajo mund të jetë e rënduar si puna juaj, dhe ajo mund ta përjetoj ndarjen, absolutisht. Por ndoshta koha është ajo që i ndan gjërat, i qartëson gjërat. Prandaj po të them, jepi pak kohë dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Sepse Odeta do e thua këtë, nuk e di sa kohë ke në telefon. Po, do të dëgjoj, patjetër. Merr një rrok 400.000 lekë. Që çka kam treguar kalamoj. Tani shtëpia këtu është pa qira. Domethënë kaq mundësi sa kam, kaq kam bërë. Unë me 300.000 lekë lavazh marr këtu, kupton, dhe familja kam lavazhin e kam afër shtëpisë. Edhe ndoshta kam futur vizën prap, llogaritë e deto po ta flasim montër, kam prishur dokumentat vetëm për çështjen e familjes, kam prishur dokumentat. Të besoj. Kam prishur dokumentat vetëm për të rregulluar familjen. Të besoj Edlier, të besoj për këtë pjesë. Mirë, ne do mbetemi bashkë në kontakt. Forca dhe mendo pak ndryshe. Mos mendo ngushtë dhe bardhëzi, se ka plot ngjyra jashtë. Vetëm mjafton që ti e di pse mendoj ashtu Odeta. Sepse neve këtu jemi një zonë shumë e vogël, banor ka shumë banorë, kupton, po njihemi, unë jam që i vogël në këtë lavazh, sepse në rrugët jam, kupton? Edlir, harroje botën. Edlir, nuk jetojmë për botën e. Ti nuk jeton për botën, jeton për veten tënde. Në fund të ditës, nuk ka pse të interesoj ty çfarë bën komshia. Dhe në fund të ditës, komshia, sa do thashe theme të bëj për ty, të shaj për ty, ditën tjetër do harroj kush je ti. Harroje botën Edlir, mendo për veten tënde. Ti jeton për veten tënde, nuk jeton për komshin. Vete ime është kështu Odeta, nëse ajo kthehet, unë do jem më mirë, nëse s'kthehet, unë kam humbatur si njeri, kam humbatur. Jo, Edlir. Nuk e kam quar në përherë në përmend të krijoj familje tjetër, as nuk jam në gjendje në këtë moment të krijoj familje, nuk du. E qartë, në situatën në cilën ti ndodhesh nuk mendon dot për familje tjetër, por koha është ajo që shëron çdo lloj plage dhe unë e besoj këtë gjë. Prandaj jepi pak kohë të qartësohen gjërat, çfarëdo që mund të ndodhi, koha është ajo që do të shëroj ato plagë dhe dhimbje që ke, pavarësisht se je kaq i ngarkuar sot, unë të premtoj që do flas me nënën e fëmijëve të tu dhe ta uroj me zemër që mos prishet familja juaj. Kështu që do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka. Qetësohu, mi e fjalën që të japësh forca vetes dhe të përshëndes nga Tirana.